Një koncert e muzikë klasike ka sjellë një tjetër frymë artistike në ambientet e shkollës Beslia në Lezhë, ku pedagogët dhe nxënës të licit artistik Jordan Misja në kryeqytet performuan përpara një publiku të ri dhe ardashës. Holli i shkollës u kthye për disa çaste në një skenë koncertore, ku tingujt e muzikës klasike solën emocion dhe u mirëpriten me duartërhiqje të vazhdueshme. Pjesë këtij koncerti ishte dhe violinisti i ri Fabio Markolaj, i cili u rikthye aty ku Holli hapat e parë në muzikë. Rikthimi në shkollën Beslia në Lezhë, ku unë kam studiuar 9 vite, violin ishte shumë koncert emocionues, sepse përballë meje ishin ata persona që unë kam marrë dijet e para të violinës, të muzikës, edhe ishte një emocion tepër i madh. Mendoj që puna e mësuesve të shkollës Beslia në Lezhë, ku unë kam marrë 9 vite studim, është një punë e mrekullueshme që mendoj që ato kanë bërë me mua. Është një gjë shumë interesante, sepse të nxit për të punuar shumë më shumë. Edhe falenderoj shumë mësuesit e liceut artistik, mësuesin time të violinës për çdo punë që kanë bërë me mua. Normalisht që për ne ishte një eksperiencë ndryshe, sepse jemi mësuar duke dhënë koncerte përpara njerëzve le të themi të thjeshtë, dhe kësaj ishte ndryshe sepse kishim përballë në publik njerëz profesionistë, mësues dhe ishte një eksperiencë ndryshe për ne. Absolutisht që është diçka shumë e bukur, gjithmonë gjërat e reja janë të bukura, sidomos kur bëhen bashkëpunime për herë të parë, dhe unë shpresoj shumë që këto bashkëpunime të vazhdojnë dhe mos jetë krij vetme. Është edhe sfidë dhe diçka e bukur. Është një sfidë sepse ne përfaqësojmë liceun dhe duhet ta tregojmë atë drejtësisht në shkollat e tjera. Por gjithashtu është një eksperiencë shumë e bukur sepse ne ndajmë dëshirat tona muzikore dhe njohuritë tona që kemi për muzikën. Për drejtuesin institucione arsimore, aktivitetet e tilla janë një mundësi konkrete për të afruar nxënësit me artin dhe për të krijuar ura bashkëpunime me shkollave artistike në vend. Uroj që ky aktivitet i parë i shkollës Jordan Misja me shkollën Beslia të shërbejë si një nismë e mirë për fillimin e bashkëpunimeve në VMC, pasi do të ishte në përfitim të dy institucioneve. Ky ishte bashkëpunimi i parë që ne menduam të fillonim me shkollën Beslia të qytetit të Lezhës. Një shkollë që realisht për na rezulton me nxënës shumë të talentuar, sepse shikoj dhe pruret që vinë në qytetin e Tiranës dhe njëri prej cilëve ishte pikërisht dhe Fabio, që ishte protagonisti i koncertit të sotëm. Po këtu kishte edhe nxënës të tjerë solistë. Koncertet e tilla po kthejnë gjithnjë me shumë lezhë në një pikë takimi për talent të reja, duke dhënë hapësirë zhvillimit të jetës artistike dhe kulturore në qytet.